Me një reagoj. Këtë ankimim? Po, më po. Se kam dëgjuar. Po, vendore, kanë zjerë dhe vendimin. Se din në qofte. Po, më tej, pastaj kur vazhdojmë, Po. kemi një ngjarje që ka ndodhur 3 ditë rresht. Sot është bërë publike gjithë kjo. Po dje dhe par dje, vetëm 2 persona e kishin dosjen, dhe njëri ishte Gazbardhi. Si ka mundësi që dosje që janë të pa informuar gjithë publiku, që nuk janë futur fare? Që do të thotë pse e lidh me opozitën këtë? E lidh me opozitën sepse ky person është bërë pjesë e një skeme dizinformimi dhe e fundit prite e 7 ditë sa të mbarojnë zgjedhjet dhe shpallje. 7 ditë dhe shpallje. Është një akt i qartë për të goditur procesin e zgjedhjeve në idenë që në Tiranë do të godishet dhe ka dhënë efekt shumë të madh. Duke i mbledhur gjitha këto, unë vi në Tiranë, do të zgjedhjet tjera ka filluar para se të merre vendimin që ka sa për dheu tani. Është po thuaj qëllimi ishte Tirana. Tani, ajo që mua më përsëri po më vën dyshim këtu them. Këtu po flitet me siguri që është për një dosje e cila nuk është dosja e Belindës dhe ne po diskutojmë Belindën. Po sepse të gjitha faktet aty ishin për zonjën Balluku. Flitet. Se ka dalë kjo dosje, thua? Jo, pse ka dalë, jo. Flitet për Belindën, ndërkohë kur pretendohet që nuk është dosje Belindës. Unë isha në një emision para ditës dhe kisha zotin Visha, avokati nga më të mirët që kemi ne, dhe ai tha sa dole nga Spaku dhe janë përfaqësuar si një personi, një nga ata të komisionit. Kjo dosje prodhohet për Belindën, prodhohet për të gjithë dhe kur vete, nuk vete veç ose për secilin, sepse vjen në kuadër të grupit, mos gaboj, dhe po vajtin kur i ka gjitha brenda. I kanë gjithë provat. Po, i kanë brenda gjitha. Pra nuk ka ndarje. Dosja e të parit dhe dytë dhe 10 janë cilësohet pastaj aktiviteti i të parit, aktiviteti i dytë, aktiviteti i dosje, po dosja vetë e plot për gjithë. Dosja është një, nuk janë 7, nuk janë 10. Jo. Dhe duke i parë të gjitha këto, po shoh atë mekanizmin i cili prandaj unë jam i irrituar në këtë moment. Unë debatin do ta bëj ligjor, nuk do ta bëj populist. Sepse ka një skem të qartë që ne hedhim tezën dizinformuese, e intrigojmë dhe e intimidojmë qytetarin dhe përfundimisht e bëjmë atë viktim të skemës sonë dhe gjithë kjo, pastaj këtë e marrim fakt, edhe bëjmë provat pastaj. Dhe pastaj faktin që e kemi futur në skenë. Dhe kjo është një skemë e Partisë Demokratike, po thua? Absolutisht po. Dhe diskutoj pas publicitetit, po realisht ka ngjashmëri për mënyrën se si po u trajtua Velia nga Spaku dhe Balluku? Jo. Pse? Se po dënë e kam pas publicitetit, po. Sepse me Velien ka pasur një trajtim krejt ndryshe, nuk di ta them i merituar i pa merituar. Unë kam që gjithmonë kundërshtar i masave represive, masave të sigurimit personal. Arrestin në këtë rast? Në arrestin në këtë rast, sepse jam gjithmonë një ides, ligji thot, vendoset mas arresti me burg, kur asnjë mas tjetër nuk është e përshtatshme. Pra duhet analizuar gjëja, në rasti konkret, por nëse ti do vësh një lloj krahasimore midis Erion Veliajt dhe zonjës Balluku, po e bëj paksa banale qënë, në qoftë se për Erion Veliajin ti e akuzon në thonjza për 1 milion euro, Velinda Ballukun po e akuzon për 50 milion euro, 20 milion euro, pra shifra që sqëndrojnë me njërat. Në fakt, ajo që shkruan dhe Spaku thoshte për 190 milion euro. Kjo e bëri për masën e jashtëzakonshme. Ndërkohë që aty tuneli është ndërtuar, nuk është se janë vjedhur 190 milion euro. Po fondi limit thoshte Spaku. Po Denis, po nuk ka akuzë me vlerë, mos do të nika orë se po bite me një tani. Po nuk ka akuzë me vlerë. Po mirë, ta mbaroj tani se unë kam. Po tani, pikërisht kjo është pjesa e dizinformimit që do ta lexoj Spakun. Lexoj. Pse se thret vetëm atë më vazhdo se lexojmë Spaku. Po nuk ka akuzë me vlerë. Po le ta thotë se ta them unë. Kjo është pjesa e dizinformimit. Prandaj reagoj unë. Po, vazhdo. Ai të shmethshme. Okej. Po nuk ka më rast krahasimor se njëri është në burg, për 1 milion, burg pa afat, për 1 milion euro teorikisht siç thot Spaku, kurse zonja Balluku është po ti thua 190, unë po them për dëmin ekonomik 40 milion euro, po përshikoj diferencën e gjë. Çu po. 40 milion euro, e cila 40 me 1 ka diferencë shumë madhe, njëri është në burg dhe tjetri është numri 2 i qeverisë. Pra krahasimi nuk qëndron fare. Tani, ajo që unë do dëshiroja në rasti konkret për hir të analogjisë nga Spaku, do ishte kjo. Belinda Balluku ka një pozicion, sepse jo vetëm që është në zëvendës kryeministre, por është dhe deputete. Dhe ne dim fort mirë që në raste të tilla Spaku nuk mund të kërkojë as pezullim nga detyra, se nuk e ka ligjërisht ta bëjë një gjë të tillë.
Por ama unë besoj të më thënë që në qoftë se për Spakun ka të gjitha këto vepra penale për të cilat mund t'i atribohen zonjës Balluku, pavarësisht idesë se parlamenti mund të japin lejen për arrestimin e zonjës Balluku, pra ta heqjen e imunitetit, pavarësisht kësa, Spaku e ka për detyrë që ta çojë shkresën në parlament. Në qoftë se beson se në bazë të provave zonja Balluku duhet të ketë këto vepra penale. Pavarësisht kjo vepër penale që nuk është rrezikshmërisë lartë? Shkele pavarësisht? Procedura kështu do ndodh ajo. Po vazhdoj, kështu do ndodh. Masa e sigurimi personal në Shqipëri merret për bazë tek fakti sa ndikon, sa helmon, thot Spaku, provën. Unë them sa i prish provën. Dhe ne e futëm Erion Veliaj në burg, sepse në rolin e kryetarit bashkisë, ai kishte mundësinë dhe pushtetin për të prishur provat. Po kur pas ka pushtet Erion Veliaj për të prish prova, po imagjinoni sa pushtet ka Belinda Balluku për të prish prova? S'është numri 2 i qeverisë. Jo i helmon, i shkatërron, i verbon, nuk di që fjalët ti të shqip. Pra në qoftë se ti do marrësh analogji si për njërin apo për tjetrën, atëherë po e banalizoj gjën. Nëse Erion Veliaj është në burg, kjo zonja duhet të kishin hedhur Chelsea det. Publicitet do të pyes